Autoritetet në Kosovë thanë se gjendja në Mitrovica është e qetë pas incidentit të një ditë më parë kur një person humbi jetën dhe të paktën 11 të tjerë u plagosen nga pasojat e një shpërthimi në pjesën veriore të Mitrovicës të banuar me shumicë serbe. Përfaqësuesit e strukturave serbe në veri e kanë shpallur ditën e sotme ditëzie në shenjë respekti për mjekun Mesut Gjeković, i cili humbi jetën nga pasojat e plagëve të pësuara në incidentin e dieshëm. Policia thot se ende nuk ka njohuri rreth autorëve apo motiveve të mundshme të këtij shpërthimi që ndodhi gjatë një proteste të pjesëtarëve të komunitetit serb kundër hapjes së një zyre për regjistrim civil qeverisë së Kosovës në lagjen e Boshnjakëve në veri të Mitrovicës. Rreth 1000 protestues ishin mbledhur për të kundërshtuar hapjen e kësaj zyre që synon të ndihmojë qytetarët për pajisje me dokumente personale. Incidenti është dënuar gjerësisht nga autoritetet e Kosovës, ato të Serbisë dhe mekanizma të shumë ndërkombëtar. Presidenti Fatmir Sejdiu, kryeministri Hashim Thaçi, si dhe përfaqësuesit e institucioneve dhe partive politike e kanë dënuar incidentin duke cilësuar atë të papranueshëm dhe kundër interesave të gjithë qytetarëve të Kosovës. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka kërkuar ndërkaq mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me që sipas tij Serbia po përballet me sfida të mëdha në Kosovë. Ky takim pritet të mbahet të martën me 6 korrik. Dënimit e incidentit janë bashkuar dhe zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian, të cilët kanë shprehur shqetësim për siç thuhet incidentin tragjik dhe krejtësisht panevojshëm në pjesën veriore të Mitrovicës. Ata kanë kërkuar, siç thuhet, kthimin e menjëhershëm të paqes dhe kanë bërë thirrje që të gjitha palët të sillen me përgjegjësi. Në Kosovë, forcat pasqyruese dhe diplomatë të vendeve perëndimore dënuan incidentin duke kërkuar zbardhjen e shpejtë të tij dhe vënien e autorëve para drejtësisë. Me gjithë incidentin e dieshëm, udhëheqësit politik në Prishtinë thanë se do të vazhdojnë me planet e tyre për shtrirjen e autoritetit të institucioneve edhe në veri. Kryeministri Hashim Thaçi tha se hapja e zyrës për shërbime civile është një veprim në interes të gjithë qytetarëve. Hapjen e saj kanë mbështetur edhe zyrat civile ndërkombëtare, zyrtarët e cilës thanë se nuk shohin asnjë arsye që dikush të kërcënohet prej saj. Përfaqësuesit lokal të serbëve në veri dhe Beogradi kundërshtojnë ashpër pavarësinë e Kosovës dhe rrjedhimisht edhe çdo përpjekje për vendosjen e institucioneve të Prishtinës në veri. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.